Ndërsa numri i lindjeve brenda territorit të Kukësit në 2 vitet e fundit ka mbetur thuajse i pandryshuar, një pjesë e mirë e shtesës natyrore vjen nga fëmijët e lindur jashtë vendit, të cilët regjistrohen në gjendjen civile të Bashkisë Kukës. Sipas drejtorit të këtij institucioni, Ervin Spaiu, në periudhën janar-nëntor të këtij viti janë regjistruar rreth 300 fëmijë të lindur nga çiftet emigrant. Në krahasim me vitin 2004-2005, është një shifër e përafërt e lindjeve. Në Bashkinë e Kukësit për vitin 2005 janë 434 lindje që kanë lind. Pastaj kemi edhe këto lindje që kanë ndodhur jashtë Republikës së Shqipërisë, që janë me prind shqiptar që janë rezident në një shtet të vendit të Bashkimit Evropian ose edhe në Amerikë, që i kanë kryer regjistrimet dhe kanë përfituar shtetësinë shqiptare. Afërsisht janë 300 lindje. Ky trend ndikon drejt për drejt në balancimin e statistikave demografike në Kukës, një zonë që prej vitesh përballet me rënje të lindshmërisë dhe largimin e të rinjve drejt emigracionit.